Ish burri dhe ish vjera e goditën me deklarata, vajza i del në krah Violetës dhe bën deklaratën e papritur. Violet Kukaj së fundmi ka rikthyer vëmendjen e publikut me publikimin e projektit të saj më të ri muzikor, i cili është pritur me interes dhe komente të shumta nga ndjekësit dhe adhuruesit e muzikës së saj. Kënga e re është shpërndar gjerësisht në rrjete sociale dhe platforma digjitale, duke nxitur reagime pozitive për interpretimin, emocionin dhe energjinë që artistja ka sjell edhe këtë herë, duke dëshmuar se vazhdon të mbetet një emër i rëndësishëm në skenën muzikore shqiptare. Përveç vetë projektit, një tjetër moment që ka tërhequr vëmendje të madhe ka qenë reagimi i vajzës së saj, Njomzës, e cila ka zgjedhur të shprehë publikisht mbështetjen dhe krenarinë për nënën e saj. Me disa fjalë të thjeshta, por shumë domethënëse, Njomza ka prekur zemrat e ndjekësve duke shkruar "Valla bre nan shqiponije", një mesazh që është interpretuar si shprehje e admirimit, respektit dhe lidhjes së fortë emocionale mes nënës dhe vajzës. Ky reagim është shpërndar dhe komentuar gjerësisht, duke u vlerësuar si një moment i sinqert dhe i bukur familjar. Violet Kukaj vazhdon të jetë mjaft aktive në karrierën e saj artistike, duke sjellë projekte të reja dhe duke ruajtur kontakt të vazhdueshëm me publikun. Ajo njihet për përkushtimin ndaj muzikës dhe për aftësinë për të qëndruar aktuale ndër vite, pavarësisht ndryshimeve në tregun muzikor. Paralelisht me angazhimet profesionale, edhe jeta e saj private vazhdon të jetë temë diskutimi në media dhe rrjete sociale, gjë që e mban atë vazhdimisht në qendër të vëmendjes publike. Megjithatë, përtej zhurmës mediatike, Violet Kukaj duket se gjen mbështetjen më të madhe pikërisht te familja e saj, dhe reagimi i Njomzës shihet si një dëshmi e fortë e kësaj mbështetjeje. Ky kombinim i suksesit profesional dhe përkrahjes familjare e bën historinë e saj edhe më të ndjekur dhe më të komentuar nga publiku. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.